Atëherë si e ke nisur këtë aktivitet si blegtore? Unë këtë aktivitet si blegtore kam nisur shumë pak, me shumë pak. Kisha në fillim kisha 3 kokë. 3 kokë lop. Pastaj pak na pak, u rritën dhe fëmija. Bëra 5 kokë, 7 kokë, pastaj në dha mundësia bëm dhe këtë stallën, morëm pak lekë me krediet, i bëm dhe këtë stallën, edhe kam kaq sa kam sot. Po dua të kem më shumë për shembull, nuk jam e kënaqur me kaq. Po sa krerë keni sot? Unë kam sot 16 krerë. 16 krerë dhe jeni e kënaqur domethënë me aktivitetin që po për si vit jemi të kënaqur. Për këtë vit që jemi brenda është më ndryshe nga vitet e para. Se vitet e para ka qenë fare për tokë. Qumshi me 400. Na tregoni çik domethënë se si e zhvilloni këtë aktivitet. Si zhvillojmë në vend? Ne gjimgjes Bulmetin, qumshin, ne ngrihemi në orën 4:30, i mielim, i bëm, na vjen makina e erzeni këtu, rregullojmë qumshin, e japim, dorëzojmë qumshin atij. Sa kemi një kuintale gjysmë, 2, sa të kemi. Edhe tërë ditën me këto. Tërë ditën me këto, jemi punësuar. Pra është një biznes familjar. Biznes familjar. Janë 2 çunat, edhe unë 3. Si ke vendosur të merresh me këtë? Më ka pëlqyer. Me leverdis? Edhe tash edhe me leverdis, po edhe më ka pëlqyer kjo punë. Nuk dua asnjë punë tjetër, asgjë, kjo punë më ka pëlqyer dhe këtë kam vazhduar. Edhe këtë dua edhe çunat vet. Nuk dua t'i kena as andej as ti, dua ti mbaj në vend tim. Pse ti shfryzojmë bota? Do ta shtoni me te domethënë. Po, çefi ma ka ta shtojmë ti. Tash sikur të më japin pak ndihmë se unë thash, unë burrën e kam pasur invalid kaq vjet, gjin edhe 6. Edhe jam munduar shumë, sa më rritën dhe fëmia pasaj që arrita deri këtu. Po të më japin ndihmë shteti edhe i rris, edhe më shumë. Keni kërkuar ndonjë? Nuk kam kërkuar drejt, nuk kam kërkuar. Një herë. Po s'kam kërkuar se nuk e dijem këto gjëra kështu edhe gruaj, thoshem, nuk e dijem. Tani dolën këto në fakt, që të aplikosh të besh sa vite kam. Mendoni se do ta shtoni këtë aktivitet në të ardhmen? Dua ta shtojmë. Do t'ja lë djalit brez pas brezi që vetëm gjatë gjallat mbajnë. Lop. Jemi të kënaqur. Me sa kam, jam e kënaqur. Çfarë ndihme ju duhet nga shteti? Çfarë ndihme? Tani ja për këtë blegtorinë dua ndihmë. Stalla. Po. Në mjetë të bujësore, unë e mora traktorin e kam marrë me kredi, se kam larë sot. Edhe stallën dua ta bëjmë më të mirë, më moderne. Po, se që është bërë shpejt. Unë kam toka, mund ta hiqem për më vonë, çfarë më dhënë, e bëjmë stallë moderne, më punonin fëmijë rahat në shtëpi tyre, në punë tyre. Nuk e kam dashur migrimin, nuk e kam dashur me ka. Jam e kënaqur me këto sa kam. Nuk dua shumë. Tashi po mundi shteti të ndihmoj, mund ta zmadhoj unë atë stallën, e çojmë preferi edhe unë atë, siç e kanë qenë gjithë tjerët.